5 shenjat që do të kenë më shumë fat për ditën e shtunë 25 korrik. Britsjapi, leadership dhe autoritet për të shtunën 25 korrik. Britsjapi ngjitet në krye të klasifikimit për këtë ditë. Ju do të merrni kontrollin absolut mbi të gjitha situatat, do të keni karizëm të lartë dhe do të keni besim të patundur te vetja. Çdo vendim profesional apo personal që merrni sot do të ketë rezultate afatgjata. Në financa disiplina juaj do t'ju shpërblehet, ndërsa në dashuri rrezatoni një siguri që do të tërheq admirimin e të gjithëve. Virgjëresha, krijimtari, romance, ëmbël dhe inspirim. Për virgjëreshën, e shtuna sjell një ditë nga më romantike dhe krijuese të gjithë muajit. Hëna ndriçon shtëpinë tuaj të pestë të gëzimit, dashurisë dhe projekteve personale. Sot do të korrni rezultate mjaft të mira nga punët tuaja, ndërsa në planin afektiv jeni në pikën më të lartë të sharmit. Çiftet do të përjetojnë momente magjike, ndërsa beqarët mund të përballen me një njohje të jetë premtuese. Akrepi, mbretësi mendore, sukses në bisedime dhe biznes. Akrepët zënë një pozicion mjaft me fat për shkak të aktivizimit të shtëpisë së tyre të tretë të komunikimit dhe ideve. E shtuna 25 korrik ju jep një intuit të jashtëzakonshme për të mbyllur ujdi financiare, për të zgjidhur dokumente apo për të bërë pazarllëqe të jetë të favorshme. Biznese pra. Në dashuri, inteligjenca dhe gjuha juaj e mpret do të magnetizoj partnerin apo personat që do të takoni. Luani, merrni vitalitet nga dielli, keni efikasitet dhe vlerësim. Luanët vazhdojnë të mbrohen fuqishëm nga prania e diellit në shenjën e tyre. E shtuna ju ndihmon të ktheni rrezatimin tuaj në rezultate praktike në punë, biznes dhe agjendë ditore. Në planin e parave, menaxhimi i zgjuar do t'ju sjellë qetësi, ndërsa në dashuri vlerësimi dhe përkujdesja që do të tregoni do t'ju kthehet me shumë ngrohtësi dhe pasion nga partneri. Dhe peshqit do të kenë mbështetje shoqërore, do të kenë aleanca të forta dhe optimizëm së pari. Peshqit mbyllin peshqen më me fat për të shtunën, me aktivizimin e shtëpisë së tyre të 11 të arritjeve dhe aleancave. Në këtë ditë do të keni mbështetje maksimale nga miqt, nga partnerët e biznesit apo nga grupet e interesit. Financat paraqesin hapje dritaresh të reja përmes njohjeve, ndërsa në sferën e ndjenjave do të shijoni një atmosferë të jetë optimiste, rinore dhe plot shpresë.